Viti i ri 2026 duket se do të jetë një periudhë jashtëzakonshme për disa burra, të cilët do të jenë protagonistët absolut të jetës sociale dhe romantike. Ata do të karakterizohen nga vetbesimi i shtuar, optimizëm dhe stabilitet, ndërsa jeta e tyre dashurore do të jetë e mbushur me pasion dhe emocione të forta. Mund të shfaqen lidhje të reja, por përgjithsisht këto burra do të jenë shumë të kërkuar, duke tërhequr vëmendjen e shumë grave njëkohësisht. Sharmi dhe energjia e tyre do të jenë të papërmbajtshme. Pushtimet dhe përvojat romantike do të rrisin moralin dhe do t'i bëjnë të ndihen si gjysmë perëndi. Jupiteri do të ketë rol kryesor në këtë shkëlqim, duke u dhënë atyre aurën, magnetizmin dhe fuqinë erotike në rritje që do t'i bëjë të padiskutueshëm në sytet e tjerëve. Sipas astrologëve, binjakët dhe shëgjitarit do të përfitojnë më së shumti në fillim të vitit, falë ndikimit të Jupiterit në shtëpitë përkatëse. Fati, bukuria dhe aventurat romantike do të jenë pjesë e përditshmërisë së tyre. Më vonë kur Jupiteri të kalojë në Luan, Gaforia dhe Bricjapi do të ndiejnë valin e pasionit dhe të ndimeve, duke përjetuar momente të zjarrta dhe marrëdhënie plot dinamizëm dhe emocion. Ndikimi i Jupiterit nuk zgjat, ndaj këto burra do të përpiqen të shfrytëzojnë çdo mundësi që viti u ofron, duke jetuar përvoja dashurie të paharrueshme dhe aventura që do të mbeten në mendje gjatë gjithë vitit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.